12 vite pas aksidentit të rënd, ndërkohë që bënte ski, legjenda e Formula 1, Schumacher, vazhdon të qëndrojnë larg syrit të publikut, ndërsa detaje mbi gjendjen e tij shëndetësore mbeten të pakta. Së fundi një përditësim i rrallë ka ardhur nga i shefi i tij të Benetton, Flavio Briatore, i cili ka ndarë kujtime emocionale dhe vlerësime për pilotin ikonik. Në një intervistë për Corriere della Sera, Briatore tha se vazhdon të flasë shpesh me familjen e Schumacherit dhe pranoi se Michel është ende i detyruar të qëndrojë në shtrat. Nëse i mbyll sytë e shoh duke buzëqeshur pas një fitore, preferoj ta kujtoj kështu, është shprehur ai. Deklaratat e tij përfaqëson atë që është pohuar më parë nga burimet pranë familjes. Ish bashkëtortja e Briatores, Elisabetta Gregoraci, ka thënë më herët se Schumacher nuk flet, por komunikon me sy, ndërsa djali i tij, Mick Schumacher, ka pranuar në një dokumentar të Netflix se komunikimi mes tyre ka ndryshuar pas aksidentit. Pavarësisht sfidave dhe familja e Schumacherit ka dhënë shenja të vogla jete publike. Në muajin prill, Schumacher nënshkoi një përkrenare të ikonës së Formula 1 Sir Jake Stewart për një nisëm bamirësie, një veprim që u përshkrua si emocional nga ish shoku i skuadrës, Johnny Herbert. Michael Schumacher mbeti një nga pilotët më të mëdhenj në historinë e Formula 1 me 7 tituj botror, 155 podiume dhe 71 xhiro më të shpejta gjatë një karriere brillante. Kur u pyet për pilotin më të mirë të të gjitha kohërave, Briatore përmendi emra të mëdhenj si Schumacher, Senna dhe Alonso, por theksoi se sot numri 1 është padyshim Max Verstappen.